Gjeneva, ky qytet i paqes, i diplomacisë dhe i mërgatës shqiptare, mbrëmjen e 8 majit u kthye në vend takim të kujtesës së lavdishme historike. Në ambientet e sallës në Shatlen, shoqata Komuniteti Shqiptar i Gjenevës organizoi një mbrëmje përkujtimore kushtuar dëshmorëve të kombit. Aty, ata ishin mbledhur për një amanet, për të dëshmuar se koha mund të kalojë, brezat mund të ndërrohen, njerëzit mund të jetojnë larg ato dheut, por kujtesa për ata që ranë për liri nuk shuhet asnjëherë. 5 maj, dita e dëshmorëve të kombit, është ditë për uljeje, ditë kujtese dhe ditë nderimi. Dhe kjo ishte arsyeja, e cila edhe në Gjenevë, larg Kosovës dhe trojeve shqiptare, të ndihet kjo datë dhe të përjetohet me ndjenjë të thellë kombëtare. Për pak çaste në sallë mbretëroi një heshtje nderimi dhe në fytyrat e të pranishmëve lexohej mall, dhimbje, krenari dhe përgjegjësi.